problemi është që klubi Partizanit, mas atij shkatërrimi që u bë atij klubi, përfundoi rrugëve vetëm me një stem dorë ka marrë presidenti Gazdemi. Dhe sot unë pash për këtë mund të sqaroj me kompetencë, sepse jam marrë me shpëtimin e Partizanit. Detyrën time si sekretar federate dhe pastaj me vullnetin e presidentit federatës, patjetër se s'bëj gjë pa vullnetin e tij. Dhe jam marrë pastaj kam qenë drejtori i klubit dhe jam marrë me shumë hollësira. Partizani përfundoi në duart e Gazdemit, që është gjë shumë e mirë për klub, sepse do një investitor e tjerë. Por Partizani nuk ishte vetëm futbolli. Partizani ishte një mori e tërë sportit, që nga shahu e ciklizmi deri ke mundja e qitja ishte të cilët praktikisht kishte basketbollin, volejbollet, super ekipe të tjerë, atletikën super ekipe, të cilët u shkrin dhe u shkataruan. Pa tash po të hym gjersi, un po them Gazdemi se aty e mori këtë klub vetëm me stemën, po. Vetëm me stemën dhe ka ngritur sot një kompleks dhe një ekip me ndihmën e qeverisë. Dhe një ekip unë jam kur thuhet jam marrë vetëm me punën me ndihmën e qeverisë, sepse ju thatë u shkatërron klubet, okay? Jo, është shumë pozitive, nuk e them, nuk e them qeveria për të ndërhyr komplekse sportive. Patjetër. Unë e di saktë që Gazdemi fut para nga xhepi atë. Me ndihmën e qeverisë, jo, si kanë thënë lek qeveria. Ai ka përfituar Gazdemi atje. Trash, ka përfituar vetëm atë fushën e prej barit që ja ka bërë federata, e cila është cilësia më e ulët që mund të gjendet e fushave të barit, gjysmën e skuadrës e ka vazhdimisht të vrarë. Histori tjetër kjo. Qeveria i dha tokën, truan. Ishte vullneti i qeverisë i dha tokën. Po unë jam për don sepse jo për shkatërru, sepse ju thatë e para herë Ky është model për kriju pallate sporti, kjo është temë që do të flasim herë tjetër, edhe pallate sporti, edhe fusha basketbollit, domthon është turp që ne kemi pas në kohë komunizmit një sistem zinxhir perfekt të gjitha sporteve. Dhe sot kemi përfunduar që nuk kanë fusha ku luajnë njerëzit. Jo s'është, e di pse më, se komunizmi e kuptonte dobinë e sportit. Komunizmi u e dinte që më shumë sport kishte më pak ilaçe, më pak burgje, më pak rrugaç rrugëve. Jo duhet të jeni ndjeni se ta kisha domthon se ndryshe nga klubet e tjera të futbollit në Shqipëri, Gazdemi nuk ka asnjë suport nga bashkia, që klubet e tjera e ka bashkia. Gazdemi ka gjitha me xhepin e vet. Edhe ka bën një investim, jo investim që fito, po deklaroj se e di shumë mirë, ka humbje. Unë kam për plan e biznesit. Po. Unë kam për plan e biznesit. Ti ke për plan e biznesit, shumë bukur, dhe e di ke shumë mirë. Dhe unë për këtë jap kredi një njeriu kur të tjerët bëjnë pallate, po, edhe bëjnë prishin, kur të tjerët bëjnë pallate dhe prishin fushat e sportit, Gazdemi ka marrë një hapësirë që si hyte kërkon punë atje, një gjë të vdekur dhe e ka kthyer në një ambient luksos. Unë kam thënë publikisht shumë herë në emisionet televizive, përveç marrëdhënies personale që mund të kem me Gazdemi, sepse kam qenë atje, që pavarësisht që klubi mund të ishte menaxhuar si kritikat e tifozëve, mund të ishte menaxhuar më mirë, mund të kishte fituar më shumë trofe. Këto vite. Tifozët folin me xhepin e tjetrit, të marrin secili. Tifozët e Partizanit përgjithsisht janë mirënjohës, do të jenë shumë mirënjohës presidenti Demi për atë që ka bërë për Partizanin. Dhe po të hiq dorën nga tifozliqet, kthimi i Partizanit ishte një kontribut shumë i madh në futbollin shqiptar, sepse brandi ti me lek mund blet gjithçka, por nuk blen dot emrin, prishet Tiranën, ose nuk blen dot emrin, nuk blen dot historinë, nuk blen dot kohën. E blen dot njëri Liverpoolin s'ka çmim. Absolutisht. Më jep mua emrin e Liverpoolit sot po më jep emrin. Manchester City ka marrë 6 kampionate rresh, po se ka brandin e Liverpoolit. Pra, kthimi i Partizanit ishte edhe kjo është kryesisht në sajt për merit të për ta mbyllur me sportin dhe kemi një pyetje të fundit. Pastaj çfarë mendoni për ligjin për sportin? Do të jeni ndjeni, është ky ligj i ri. Që akoma nuk ka kalu, po pritet kaloj. Jo, ka kalu ligji, mos e ke fjalën për ligjin për sponsorizimin. Po. Për ligjin për sponsorizimin. Sepse kjo është diskutuar. Ligji ligji për sportin ka qenë një ligj i cili ka pasur, unë nuk jam shumë informuar me azhornimet,
Po qeni ligji ka pasur shumë dispozita të mira, por që përgjithsisht nuk pyeteshin. Për shembull, që në vitet 2000 ke ligji i sportit kishte e paraja kishte neni që s'lejonte të prishin sportivet që e anulluan, që fillon të prishin. E dyta ka pas një ligj për këtë për 3% kontribut në fondin e sporteve, më duket nga kompanitë e basteve, para kanë qenë, po që nuk i pyet asnjëri, sepse funksionon në Shqipëri, funksionon ndryshe. Në Shqipëri kur vjen puna tek parat, se çfarë do futbolli? Futbolli do para, sporti do para. Kur vjen puna tek parat, parat publike, taksat, gjërat, bëhet prioritar absolut ligji, ai që quhet ligji organik i buxhetit. Ti mund të bësh 10 dispozita në për ligje të vogla, bën Ministria e Financës në fund të vitit, bën ligjin e buxhetit, i cili ti shumëzon gjitha me zero dhe nuk. Pra, ti mund ta kesh aty në ligj, po ai nuk ta vën defter, si thoni llafi, dhe nuk bëhet. Tani, për mua nuk është çështja ke ligji. Shqipëria përgjithsisht ka pasur ligje pa folur se nuk e di se ç'po bëhet. Një për sponsorizimin, se kam ndjek debatin bile Federata e Futbollit organizoi bojkot kampionatit para 2 vjetësh. Është pa precedente, apo s'ka rëndësi se po flasim për këtë temë, veprim politik.